Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po takohemi në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Këtë herë për të ndarë me ju sondazhin më të fundit që ne kemi hapur në kanalin Monitor TV. Pas të gjitha votave që janë bërë në sondazhin ton me pyetjen se kush është finalisti i parë, ne kemi bërë nga dy ndarje, do me thënë duke e vënë në ndarje Gjestin edhe Eglin, Laertin edhe Rozanën, Gertën edhe Jozin dhe Loredanën edhe Danjën. Të paktën kështu kemi menduar t'i ndajmë, në këtë televotim kanë votuar në këtë formë. Për finalistët e parë është votuar 66% për Gjestin edhe për Eglin, 24% për Laertin edhe Rozanën, 4% për Gertën dhe për Jozin dhe 6% për Loredanën edhe Danjën në 100% të votave. Do me thënë shqiptarët sonte si finalist të parë e shikojnë Gjestin në këtë shtëpi, më pas e shikojnë Rozanën, Gertën edhe njëra nga Laerti apo Loredana që automatikisht shkon Laerti. Dhe më pas pason Egli, pason Loredana, Jozi dhe në fund Danja. Të paktën kështu është bërë ndarja, ka dhe komente të ndryshme duke shkruajtur që as Egli as Gjesti nuk e meritojnë vetëm me hatur nga produksioni. Gjesti thon pa Eglin, Rozana dhe Laerti më vip nga këta të dy në shtëpi, e Big Brother 4 nuk ka të tjerë që presin më radhën, çpun ka Egli, ajo ishte jashtë. Do me thënë, banorët sonte do të vendosen para një akti ku duhet të përzgjidhet finalisti i parë. Ledion Liço sonte do të hapën një televotim, do me thënë do të ketë një formulë interesante për të përzgjedhur finalistin, por nga sondazhi që ne kemi hapur në kanalin Monitor TV, shqiptarët janë më së shumti pro që në finale finalisti i parë të jetë Gjesti. Tani, a do ta respektoj produksioni këtë dëshirë të shqiptarëve dhe a do të respektoj dhe votat, se unë jam shumë i bindur që tek Gjesti do votojnë shumë, do ketë shumë vota për Gjestin dhe a do respektoj këtë votim të shqiptarëve për t'i dhënë një forcë edhe më shumë fansave që të votojnë dhe banorët e tjerë, apo Gjesti do t'jetë një mekanizëm që të gjithë të votojnë për të gjithë banorët dhe në fund të shkon Gjesti. Mund të ndodhen, të bëjmë një analizë, që sonte televotimi të bëhet në mënyrë të hapur mes banorëve, do me thënë në kuptimin që jo televotim, por në kuptimin që banorët të vendosin se kush do të shkon në finale kokë më kokë të votohet. Kështu ka qenë në Big Brother VIP Albania 2 dhe kokë më kokë ka qenë Luizi dhe Dea Michel, dhe mund të ndodhen në njëjta gjë që banorët të përzgjedhin në një zindxhir se kush do të jenë dy banorët që do të shkojnë për televotim në finale. Ose mund të ndodhen që një nga të gjithë këto banorët, i cili mbetet në fund, të hapet një televotim për finalistin e parë, a do shkojnë në finale apo jo. Mund të ndodhen që mund të mos ketë fare përzgjedhje të finalistit, por thjesht të jetë një televotim i cili do ta çonte njërin nga këto banor drejt finales. Do me thënë, sonte prite që të jetë një natë shumë interesante. Ledion Liço tashmë është në ankthim më të madh, sepse sonte një publik i gjerë të gjithë i ka sytë të fokusuar tek Top Channel për të kuptuar se si do të rjedhë situata dhe kush do të jetë finalisti i parë, edhe pse publiku është i ndarë realisht, shumica e duan që Gjesti të jetë finalisti i parë, shumica e duan dhe që Rozana të jetë finalisti i parë, do me thënë i shohin si dy miq shumë të mirë Gjestin edhe Rozanën, i shohin si dy shok shumë të mirë Gjestin edhe Rozanën, por mbi të gjitha në lojë do me thënë i duan që të dy kokë më kokë. Unë dyshoj që dy banorët të cilët në fund do të mbeten kokë më kokë, do të jetë Rozana edhe Gjesti. Nuk ma merr mendja që Gjesti do të jetë finalisti i parë i këtij spektaklit, për shumë arsye, të cilat pak e nga pak unë i citoj. Mendoj që finalisti i parë do të jetë Laerti, e dyta do të jetë Rozana dhe i treti Gjesti për ta kursyer, edhe një herë më duhet të them, për të marrë votat nga ana e tij, do me thënë
që të mbajnë gjestin gjithmonë aktiv, që të mbajnë gjestin gjithmonë të fort në lojë dhe ndoshta për mos arritur të japin informacion. Tani në qoftë se gjesti do të shkon sonte në finale, atëherë gjesti do të luan dhe do bën luftën që ta ndihmon Egli të shkon në finale. Në qoftë se gjesti nuk shkon sonte në finale, atëherë jam shumë i bindur që fokusi i marrëdhënies së tyre nuk do të jetë më një fokus si është tani, do të thënë nuk do të jetë më një marrëdhënie siç është tani, por gjesti do të jetë shumë i fokusuar në lojë, sepse në logjikën e tij besoj që ai do të trombe dhe do të krijojë një imazh se çfarë po ndodh jashtë dhe mua më duhet shumë të luaj që unë të shkoj në finale. Pikpyetja ka qenë shumë e madhe në qoftë se gjesti do ta merr fitoren, unë them që gjesti do ta fiton këtë Big Brother, se të paktën nga të gjithë banorët që janë brenda kësaj shtëpie, fansat jashtë janë më të zjarë të gjestit, janë më brohoritës, janë më të dhënë pas tij, duke u bazuar në fansat e banorëve të tjerë që në fakt ju jeni dëshmitar të kësaj situate, do të thënë as nuk u dëgjohet zëri fare, dhe mendoj që fansat e gjestit do bëjnë namin që gjesti ta fiton Big Brotherin. Ka dhënë spektakël, ka dhënë humor, por duke mos t'i lënë edhe banorët e tjerë. Për shembull, Rozana ka qenë një banore shumë e fortë, ka bërë një lojë shumë të nxehtë dhe ka krijuar dinamika, ndoshta është paragjykuar për faktin përse ka hyrë në mes të banorëve, por ky është Big Brotheri, ky është një reality show dhe këtë ka strategji të vetën. Dhe mbi të gjitha janë edhe banorët e tjerë, por gjithsesi ky ishte sondazhi që ne hapëm në kanalin Monitor TV për të kuptuar se kush është finalisti i parë dhe sipas sondazhit ton, Gjesti është finalisti i parë i këtij Big Brotheri.